Aurel Zarka, ish kryeprokurori i Vlorës, është dënuar me 4 vite burg më shumë se 1 muaj pasi prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dha pretencën. Me gjykimin e shkurtuar, Zarka do të përfitojë ulje të 1/3 së dënimit dhe përfundimisht do të kalojë 2.8 vite brenda qelisë së burgut. GJKO gjithashtu ka veçuar dosjen për 3 persona të tjerë, përfshirë ish oficerin e Byros Kombëtare të Hetimit, Eriona Daupaj, avokatin Radovan Çela dhe Astrid Vladin, pasi ata janë ende në kërkim dhe nuk janë arrestuar. Ata akuzohen për ushtrim ndikimi të paligjshëm për të ndryshuar rrjedhën e hetimeve dhe letësuar të akuzuarit e dosjes së parë të grupit që po kontrabandonte nëpërmjet linjës Angli, Belgjik, Gjermani, Shqipëri rreth 3.4 milion euro, para që erdhën të futura në thas dhe të fshehura në makina Toyota Yaris që importoheshin dhe shiteshin në vendin ton. Astrid Vladi akuzohet si personi që ka përfituar nga këto ndikime. Ai ishte marrë i pandehur për dosjen e 3.4 milion eurove bashkë me kushëririn e tij Elviz Vladi. SPAK i akuzon zyrtarët edhe për favorizim të Suel Çelës për të çliruar pasuritë e sekuestruara në kuadër të operacionit Forca e Ligjit. Hetimet ndaj tyre nisën mbi bazën e të dhënave nga Sky ECC që autoritetet franceze ju vendosën në dispozicion SPAK, në të cilat u zbuluan komunikimet mes të pandehurve dhe Zarkës.